Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Zotit i lutet na dhurojë dijet dobishme, na mundsojë vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizojë furnizim pastër dhe halal. Allahu të lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit dhe qoftë për ne ndërmjetësim. Atë ditë kur nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, asgjë, përveç se kush i vjen Zotit me zemër të pastër, shëndetshme dhe me vepra të mira. Me shpresën e Zotit, po filloj me pyetjet të cilat kanë ardhur, po edhe nëse kanë pyetje vëllezër që janë prezent mund ta bëjnë, nuk ka asnjë lloj problemi. Atëherë po e fillojmë thotë, keni thënë në një nga videot e fundit që nuk përbën asnjë lloj problemi blerja e atyre kukullave la bubu. Ndërkohë që ne shohim edhe ka interpretime nga më të ndryshmet dhe tani sot është për hapur thotë një video që një fëmijë e shihte sikur kukulla po lëvizte. O vëllezër, tani problemi është se fëmijët çfarë nuk shohin, lloj filmash, lloj gjërash, horrore, ku dëgjon. Edhe mund të jetë efektet filmave këto muhabete, s'ka lidhje me kukullën ky muhabet. Po nuk është në një kukull që t'jep në një kështu në një tërheqje apo nuk është në një gjë e bukur, nuk e di pse është bërë kaq trendi, po e rëndësishme këto muhabetet jo po lëvizi, jo po u fik në dritat kur blem kukullën në këto muhabete, u nes televizore muhabete, këto quhen efekte anësore nga filmat që shihni. S'ka lidhje kjo punë fare, nuk ka lidhje kjo punë me kukullat fare. A gjithmonë është kjo ndarja me gjinive në Islam apo ka raste që ka përjashtim? Origjina është që gjinit ndahen në Islam. Domethënë burrat i bëjnë punët në vete dhe gratë i bëjnë vete. Dhe ka raste që nuk ndahen, siç është rasti i Qabes, për shembull, kur njerëzit janë duke bërë tawafin në Qabe, nuk ndahen. Po kështu edhe kur nuk janë kushtet, kur nuk janë mundësitë, kur nuk janë situata siç është nëpër shkolla, siç është nëpër që nuk është se është në dorën tonë, siç është nëpër spitale, nuk është se kemi ne hapësirat dhe mundësitë. Pra nëse janë kushtet, nëse janë mundësitë, origjina është që të ndahen. Burrat i bëjnë punët dhe aktivitetet në vete, ndërsa gratë i bëjnë në vete. Kurse kur nuk ka zgjidhje tjetër, për shkak si le të themi kështu nevoja apo për shkak se s'ka rrugë tjetër, atëherë nuk ka asnjë problemi, përderisa është diçka e hallit, si më thon, apo diçka e nevojshme. A mund t'ja shohim flokët vajzës së mbuluar kur bëhet fjalë për martesë? Po, lejohet që të shihet edhe pa mbulesë në mendimin më të saktë të dietarëve, sepse këtu bëhet fjalë për diçka serioze, bëhet fjalë për diçka që është jeta e lidhur me të dhe, si më thonë, impakti që merr mashkulli nga një femër, kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi në mendimin më të saktë të dietarëve. Pra, është e justifikueshme që ta shohë vajzën pa shami. Djali që do të martohet. Normalisht, kur themi e sheh pa shami, me kuptimin në rakordim të plot me familjen e vajzës në dijeni, edhe jo që të shihen pa dijenin e familjes. Kam një shumë të konsiderueshme lekësh që i kam dhënë borxh dhe për momentin nuk kam lekë në shtëpi përveç rrogës që marr të ushqej familjen. A kam për obligim të jap zekat nga këto lekë që i kam dhënë borxh? Përderisa situata është e tillë, nuk e ke për obligim. Përderisa situata është e tillë, nuk e ke për obligim. Jam në lidhje me një djalë dhe kemi qejf të bëjmë kurorzimin.
Mirë po baba im e ka dhënë këtë djalin para do kohësh. Dhe kretë antarët e familjes time urrejnë atë djalin. Dhe më thonë se me uzatet me këtë djalë kina me të vra. Me uzatet dhe më thonë me u taku. Me këtë djalë kina me të vra. Jam ra në halë thotë o hoqë se nuk du ta humbë këtë djalë. Çfarë bëj hoxha? Hoxha nuk ka që të bëjnë në tilla raste dhe situata. Zoti ja lehtësoft. Shihni në një nga medhebet e islamit që nuk e kushtëzon babain, edhe mbështetjen e Zotit. Ikni nga i vend, me që jetoni në Itali, hajni në Shqipni, gjeni në i hoxha Hanefi, e u shqenis hoxha, e u rregullon hoxha, e në Allah e lehtësoft. Akika, kurbani që bëhet për fëmijën, a duhet patjetër të dy të bëhen në një ditë, varet nga kushtet dhe mundësitë. Dikush i ka mundësitë dhe kushtet i bën të dyja në një ditë. Nuk i ka kushtet dhe mundësitë, atëherë bën njëri për shembull ditën e 7, tjetrin kur të ketë mundësinë dhe kushtet. Udhtoj nga Italia në Shqipëri, iftari në Itali është në orën 18:33, ndërsa në Shqipëri është 18:05, në çfarë ore unë duhet me hap iftarin? Nëse vjen Shqipëri në 18:05, e hap si Shqipëria në 18:05. E nëse ti nisesh për shembull themi në orën 18:30, nga Italia do dhe 3 minuta, atëherë nuk e çel me 18:05 të Shqipërisë, po e çel me 18:33 në Itali, pavarësisht se ti je në ajër dhe mund të shohësh edhe diellin. Po s'ka lidhje. Sepse ti iftarin e ke të lidhur me tokën dhe me qiellin, kështu që në momentin që ty shkon 18:33, siç është bërë pyetja, atëherë mund ta çelësh edhe pse ndoshta sheh diellin, që akoma duket se s'ka perënduar nga që ngjitesh lart. Jam shumë keq mendërisht, kam probleme me burrin dhe zënga. Ai nuk është mirë, ka probleme me alkoolin dhe drogën, do rehabilitohet. Mamaja e tij nuk më don shtëpi, më thot hajde, ndërkohë që ai më thot hajde, s'di çfarë të bëj. Konsultohu me prindërit e tuaj, o motër, konsultohu me vllajin, konsultohu me prindërit, konsultohu me njerëzit e tuaj, edhe merr një vendim. Çfarë do thot hoxha? Ai që ka i drogës dhe i alkoolit. Ato thonë mos na hajde në shtëpi. Ky thot hajde, se kuptoj. Në këtë rast konsultohu me njerëzit e familjes tate, konsultohu me babain, konsultohu me vllajin, konsultohu me njerëzit e tuaj. Ata të ta japin mendimin më të saktë se sa unë që lexoj një pjesë të asaj që po ndodh. Nëse dikush nga antarët e familjes konsumon mishin e derrit dhe ai prek sende të ndryshme në shtëpi, a është haram që t'i përdorim ne këto sende? Dhe a janë këto sende të papastra? Jo. S'ka lidhje, s'ka lidhje fare. Pse dikush konsumon mishin e derrit, kjo nuk do thotë se çfarë prek ai është e papastër apo është haram për të përdorur. Se ekziston kjo askund. Nuk është thënë askund. Nëse familja e vajzës ja bën për hajër djalit, a quhet ky nikah? Ja bëjmë për hajër ka dy momente. Momenti që ja bëjmë për hajër me kuptimin bin dakord në fillim, dhe kjo është një. Dhe ja bëjmë për hajër, do të thonë bashkohen familjet, njerëzit e urohen, qoftë për hajër u trashëgofshi nishanet e dhuratat. Kjo e dyta e ka fuqinë e nikahut. Ndërsa okej i parë jo. Okej i parë, për hajër në qoftë, bin dakord në kafet, apo kështu muhabet shumë i ngushtë, nuk quhet. Në momentin që bëhet familjar, e ka gjykimin e nikahut. Bërëm rastisa të këpull disa lule natën dhe më vonë kur fjeta kanë pasur shumë të qesha të më dhanë në gjumë.
dhe kam parë një shokun tim në ëndër i cili ka ndruar jetë, dhe më pas një grua të zhveshur. Kam dëgjuar që nëse këput lule natën, ka mundësi të hapësh një port energjie, ose në gjuhën popullore të shqetëson një xhind. A është e vërtet? Larg budallëve se këto gjëra janë pralla. S'ka lidhje fare. Kam bërë ndërhyrjet e veshët, sot kam qepjet e pjesa e poshtme, por nuk mund të bie në sejdë. Se jam e fashuar, nuk ka problem. E bën sejdën me shenjë. Pra, sejdën e bën me shenjë, nuk është kusht me ra me ballë në sejdë, përderisa është situata e tillë. Po për abdesin, thotë si t'ja bëj këto ditë, fërkon mbi fasho, pra nuk e ke për obligim patjetër ta fusësh gishtin në vesh. Në raport me fëmijët, kush ka më shumë të drejtë, nëna apo gjyshja e hallat? Sepse ata po më thonë, s'ke të drejtë me i bërtit fëmijës. Ti dhe burri jot jeni edukatorët e fëmijës. Të gjithë të tjerët, përveç jush, janë aktor, janë kështu tifoz, ose aktor, ose si quhen to, që duar trokasin. S'ka të drejtë as kusht ndërhyrë, spektator, spektator. Këta të tjerët janë spektator. Amanetin, përgjegjësinë e edukimit të fëmijës e ka prindi, nëna dhe babai. S'ka që duhet as kujt, as gjyshit, as gjyshes, as hallës, as tezës, as xhajës, as niprave, as mbesave, më shumë se e don fëmin, prindi i vetë se don askush. Oj dhimbset fëmia, prindit si dhimbset askujt. Nga njerë ndërhyn këta të tjerë dhe ju duket sikur e duan fëmin më shumë se sa prindi. E çfarë bëjnë ndërhyn? Në momentin që ndërhyn prishin edhe fëmin. Se fëmia më i ikën autoriteti i prindit, i nonës apo i babës, se i del mbrojtje gjyshi, ose se i del mbrojtje gjyshja, ose se i del mbrojtje halla, ose se i del mbrojtje xhaja ose tezja. Kjo nuk është e lejuar. Përgjegjësinë dhe amanetin e edukimit të fëmijëve ka nona dhe baba. Nëse këto nuk janë, atëherë kalon përgjegjësia tek gjyshi, tek gjyshja, tek xhaja, tek halla, tek tezja, kështu me radhë. Po përderisa prindit janë gjallë, mos pyet njëri fare, hiç. Mos pyet njëri fare, ke të drejtë mos i pyesësh edhe ti kundërshtosh. Sepse përgjegjësinë për edukimin e fëmijës e ke ti edhe burri jot. Pra në botën tjetër, për fëmijët, Allahu do të pyesë ty edhe burrit. Nuk do të pyesë askën tjetër. Kështu që tregoju vendin nëpërmjet burrit. A lejohet bëjmë lutje në gjuhën shqipe kur jemi në sejdë edhe në namazet farze, po në mendimin më të saktë dhe të drejtë të dietarëve. Po kjo është më sakta, inshallah taala, me shpresën e Zotit, pasi nuk ka argument që e obligon lutjen në arabisht në sejdë. Njeriu mund të lutet edhe në gjuhën shqipe në mendimin më të saktë. Faljen e drekës e vonoj derisa të shkoj në shtëpi, sepse aty tek puna ku unë punoj ka ikona dhe piktura shenjtorësh. Mund të falësh, nuk ka lidhje, edhe pse ka piktura, ikona, çfarë lidhje ka ti fal namazin kohë, je në rregull. Po nëse falem tek magazina, por atje nuk është shumë pastër. Me kuptimin që ka pluhur e kështu. S'ka gjë, nuk ka problem fetarisht. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Desha të pyes në lidhje me disa video që qarkullojnë në internet për ardhin e Imam Mehdiut në këto vite dhe shfaqjen e Dexhalit. A mund të parashikohen gjëra të tilla ose a duhet të besojmë interpretime të tilla? Jo. Jo. Ne, domethënë, duhet të angazhohemi në maksimum për të mirë, për vepra të mira.
dhe nuk duhet të angazhohem në këto muhabete. Këto që ta parashikojnë edhe kaq vite, thënë të stofën shpatull. I ka zënë stofjen shpatull. Disa video që thamë këtë. Jam një djalë dhe para 3 javësh më di gjyshit dhe doja të pyesja lejohet që të mbjellësh lule tek varri. Jo. Varri bëhet i thjesht. Nëse mbin diçka vet, okay, s'ka problem. Ama që të mbillet, jo. Shive njërë këtë faqen dhe kemi trajtuar në faktikisht këtë faqen, është një faqen në TikTok. Është një faqe dërë promis the great spell home. Dërë promis .the.gr. Dërë promis.the.gr. Kjo është që thot për shembull nga këto postimet. Shkruaj amin. Thuaj po. Në 15 minuta do të merrni telefonat. Sonte në mbrëmje në orën 23 shtyp plusin do të marrësh një haber të mirë. Shtyp plusin që të marrësh bekimin e Allahut. Në mashtruesa ordiner, sharlatan, drejqër. Larg këtyre xahilave, larg këtyre ignorantëve, dhe mos vini pre e këtyre budalliqeve. Çfarë bëj nëse burri më thotë mos vish pantallona por vish hijab? A ti bindem apo jo? Me qefetarisht nuk është e kam thyer ndonjë rregull me pantallonat sepse janë të gjera, jo, bindju burrit. Me pantallonat ke thyer shumë rregulla, kështu që bindju burrit, përderisa burri thotë hijab, mbaroi historia. Diskutimi zero. Nëse imami që të ka prirë namaz nuk është kujtuar që ka qenë i papastër dhe pastaj thotë që në vete unë e përsërita, po ne të tjerët jeni në rregull. Xhamati është në rregull. Mendimi më i saktë është se xhamati nuk e përsërit namazin nëse imami ka qenë i papastër. A kemi të lejuar ne muslimanët të shkojmë për vizitë tek një krishter e sëmur, pra me sa duket personi që pyet është motër. Po lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht, po. Edhe inshallah bëhem sebeb që të thotë shahadetin. Alhamdulillah. Sa herë që fal namaz sidomos në xhami me xhamat, bëhem shumë keq, s'kam përqendrim, nuk qëndroj dot në këmbë. E kemi dhënë përgjigjen për këtë ditë në xhuma. Ka njerëz për shkak të kaluarës mund të kenë mbartje negative dhe kur vinë dhe falen në xhami këtë e përjetojnë. Kështu që në situata të tilla lejohet me ul. Alhamdulillah. Në situata të tilla lejohet me ul, nuk ka asnjë problemi. Mos e lër faljen në xhami pse s'ndjehesh mirë. Mos e lër faljen në xhami pse nuk ndjehesh mirë. S'ka problem, hajde, se do të jetë kjo ca namaza ose ca ditë, pastaj do të rikuperohesh dhe do të marrësh veten inshallah taala, po mund të ulesh të falësh ulur. Kam rënë në hall me vjerrën. Unë çka blej ajo mi vjedh nga dhoma ime dhe sun i them asgjë. Burri më thot leje se të blej tjera. Po unë sun e duroj më shfto dhe jeta. Që quhet vjerr me dorë, paska vjerra dorë. Pa hajër inshallah përdesa ti blej burri. Hajër, mos e vrit mendin. E para, e dyta po vej çelas asaj dere, vej çelës derës në bjera. Se ti pse do të më stresu ka shumë. Po desha hajde ta paguajmë ne bravën e derës. Së streso. Kështu që bëj i brav derës, se kishte ai shoku jot. Vej brav derës edhe mbaroj historia, vej çelës derës edhe je në rregull.
Cili është gjykimi për lajmin e poshtëm foshnjët e para në botë me ADN nga 3 prindër? A lejohet kjo në islam? Nuk lejohet. Në islam ka 2 prindër, babai edhe nëna. Në momentin që futet i treti në lojë, do thot zina. Nuk lejohet kjo gjë në islam. Edhe pse gjoja shkencërisht ishte shumë e dobishme, se s'ka smundje. Ne do të shohim halalin dhe haramin. Përderisa kjo gjë është haram në islam, nuk lejohet. Nëse dikush ka bërë vepra të mira por nuk ka qenë musliman, pastaj pranon fenë islame, çfarë ndodh me veprat e tij të mira? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush ka bërë mirë përpara islamit dhe pranon islamin, nuk ja humb Allahu të mirat që ka bërë para islamit, ndërsa të këqijat që ka bërë para islamit Zoti ja fshin. Pra, të këqijat fshihen, të mirat transferohen. Më është qepur kunata nga mrapë, më thot, hajde me mua të çoj tek një hoxhi mirë në Tiranë, që shkoj edhe unë se bën mirë. Mirë, po unë hoxhi kam të gjitha gjërat në Terezi dhe me burrin shkoj mirë dhe çdo gjë kam mirë. Pse duhet shkoj unë me kunatën time? Mos shko. Mos shko me kunatën ka i hoxha. Thuj kunatës ta kam fal hoxhën. Ta kam fal ty hoxhën, thuj kunatës, ndërkohë që ti mos e ndiq kunatën në këtë lajthitje. Para disa ditësh më ndroi jetë Xhaxhai dhe pas disa ditësh pash në ëndër se ku më ndroi jetë dhe djali, s'ka lidhje. Këtë që në ëndër nga shejtani i mallkuar. Çdo ëndër që e tren njeriu, që e fikson njeriu, që i sjell gjëra të tilla janë ëndra prej shejtanit mallkuar. Kur të zgjohesh, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 herë edhe je në rregull. Burri kunatës është prej fesë së xhamatit Ahmedi. Mirë, po familja e kanë marrë vesh mbas martesës, sepse në fillim kanë kujtuar se janë si gjithë muslimanët e tjerë. Në raste të tilla, personin fjalë duhet ftuar në islam. Xhamati Ahmedi janë këta që kanë këtë xhamin me 2 minare tek kthesa e Kamzës, janë xhamati musliman Ahmedia i thon emrin, ja thon vetes emrin, po këta janë Kadiani, janë të pa fe. Martesa e një muslimane me të është sikur më u martu me një komunist, me një ateist, me një të pa fe. Kështu që personin fjalë ftohet në islam. Ftohet në islam, pra në islamin e vërtetë. Dhe të heqi dorë nga kjo fe, e cila pretendon se ka profeci dhe shpallje mbas pejgamberit tonë. Ky lloj sekti Ahmedit, që i thon vetes xhamati musliman Ahmedi, kështu ja kanë bërë emrin vetes kohët e fundit. A e dini pse e kanë ndryshuar emrin? E kanë ndryshuar emrin sepse të gjithë dietarët e botës islame kanë thënë Kadianit janë të pa fe. E që mos t'i kapi fjala Kadianit, ja kanë bërë emrin Xhamati Ahmedi. Po janë njësoj, janë e njëjta gjë. Kështu që nëse ky person pranon islamin, atëherë jemi okay. Nëse nuk pranon islamin, nuk lejohet vazhdohet kjo martesë me këtë lloj sekti të dalë nga islami. Edhe me pas kujdes, mos me afru shumë, sepse ai mund të infektoj njerëz të fisit dhe të gjakut. Ky njeri duhet abandonuar. Duhet mbajt sa më larg gjakut dhe fisit dhe kushërive dhe të gjithëve. Sepse është i pa fe. Është njësoj si ku më martu me njëri që s'beson Zot, njësoj.
martesa me Ahmedit, me Kadianit, është njësoj si ku më martu një s'ka fe fare, që nuk lejohet në Islam. Nëse disa fëmijëve u kemi dhënë shkollë të lartë dhe disa të tjerëve jo, a konsiderohet kjo padrejtim? S'ka lidhje, nuk ka lidhje. Sepse shkolla e lartë është përgjegjësi pastaj. Nuk është detyrë e prindit ta shkolloj, po desh shkollohet, po desh nuk shkollohet, s'ka lidhje. Bashkë me burrin kemi rënë dakord para nikahut që në dasmën tonë mos të ketë asnjë lloj harami. Mirë po tani ata po ngulin këmbë që të bëhet me aheng. E vendosni ju këtë punë. Ju mund thoni dhe s'po bëjmë fare, pra. A doni me bë me aheng? Ajtë selam aleikum, aleikum selam. Takona kur të bëhemi me kalamaj. A është e vërtet që në Islam lejohet që të martohet djali me vajzën e komshisë, komshiut pra, lejohet që të shke me të, nëse është komshi i mirë, ku ka më mirë, alhamdulillah, çfarë problemi ka? E kam pasur një shok të ngushtë bashkëpunëtor dhe ai ka vrarë veten. Unë e di që vetvrasja në Islam është haram dhe e xheli është i caktuar nga Allahu. A mund të më sqarosh pak këtë punë kur Allahu e ka shkruar që ai do të vdesë, e ka përcaktuar dhe po. Zoti e ka shkruar gjithçka. Allahu ka shkruar që filan datë do të vrasë veten. Se di ku është pyetja, ku mund të jetë pyetja. Unë nuk e kuptoj se çfarë është e paqartë këtu. Pra këti njeriu në barkun e nonës i është shkruar se edhe kur do të vdesi dhe mënyra se si do të vdesi. Se dikush mendon se Zoti ja ka shkruar me vdek 60, po ky vrau veten 28. Po jo më jo ka shkruar Zoti çdo gjë. Se Zoti e ka ditë se kur do të vdesi ky person. Apo jo? Përderisa Zoti e ka ditë se kur do të vdesi, Allahu këtë që e ka ditë e ka shkruar. Nuk është se ka dalë diçka jashtë parashikimit. Nuk është se ka dalë diçka jashtë parashikimit. A mund të vendosim një emër që të bashkojmë dy emra? Lejohet. Lejohet që, për shembull, Muhammed Ali, emër. Muhammed Nur, për shembull, emër. Lejohet, sa vjen. Po. E thret të zanën pastaj. Nëse emra, thret të zanën. Pra, lejohet të bëhen dy emra një emër. Thot, se desha t'ja vej emri, thot, Selam Amin. Se mos ja vesh e udhu bilaj me shëtan rajim. Selam amin. Po jo është çdo lloj bashkimi o njerëz. Jo është çdo lloj bashkimi. Selam dhe amin. Alhamdulillah. Selami amini. Selami amini. Ha? Ose Amin selam. Jam martuar me burrin tim prej 2 vitesh dhe kemi pas shumë probleme në jetën e përditshme sepse nuk do të më dëgjoj edhe mua. Edhe pse unë e këshilloj për mirë. Po ai fillon më shan dhe më ofendon mua dhe të afërmit e mi të gjithë. Ma ngren zërin disa herë. Madje ndonjëherë ka ngret dhe dorë, ndërkohë që isha dhe 7 zënë.
Tani çfarë bëj hoxha këtu për shembull? Çfarë thot hoxha? S'ke bë pyetje. Allahu ta lehtësoft. Mirë është që në tilla situata me u mor vesh me familjarët. Fol me prindërit, fol me vllajin. Ky njeri duhet ulet, duhet të japi llogari diku. Po edhe ti mos u bëj e bezdisur. Nuk do të më gjoj mua, thuti. S'merr këshillën. Pa varet edhe se si ja jep këshillën, e ke parasysh? Ka mënyra se si ja parashtron, mënyra se si ja thu. Nëse këta janë gjëra të vështira që njeriu të gjykoj pa një gjuhë palët e pa e ditë muhabetin. A është gjëna që t'i vendosim fëmijës një emër të huaj, ndërkohë që faktikisht ai ka kuptim të mirë. Po jo, gjithmonë pse ka kuptim të mirë do të thotë se duhet ta adoptojmë. Për shembull, ti nuk mund t'ia vesh fëmijës emrin Aron, ndërkohë që kemi Harun. Nuk mund t'ia vesh fëmijës emrin Noe, ndërkohë që ne kemi Nuh. Po është më perëndimor më kështu. Çfarë lidhje ka e punta, ne kemi emrat tonë. Edhe pse kuptimi mund ta ketë mirë, ne kemi tingullin ton dhe artikulimin ton për emra. Gjenca emra e çuditshëm. S'kan lidhje me asgjë, po çfarë kuptimi ka? Jo se e kompaun në një fjalor që do të thotë kështu, i Zotit dia i fjalori sa është korrekt, sa është i saktë. Ne kemi unë nuk e di pse vështirësohet kjo nga herë shumë vëllezër dhe motra komplekson tek puna e emrit. Ne kemi emrat më të bukur, elhamdulillah. Kemi emrat më të bukur. A ka emër më të bukur sa emri Muhammed o vëllezër? S'ka vallai. Nuk ka emër më të bukur në botë sa emri Muhammed. Sa emri Ahmed, Ebu Bekër, Omer, Saad, Amr, e të tjerë emra të bukur sa të dush, po edhe emra me kuptim të mirë. Më ndëvesh emrin Ermal, më ndëvesh Ermir, më ndëvesh emrin Burim. Me kuptim të mirë nuk ka asnjë problemi. Po ka ca vëllezër që nuk e di, kanë një lloj kompleksiteti tek puna e emrave. Tun të bëhen më perëndimor se perëndimorët. Ndërkohë që në perëndim emri më i dhënë është emri Muhammed. Jam një motër besimtar, praktikoj namazin, mirë po nuk jam mbuluar. Ka persona që më thonë kur del jashtë prishet abdesi, llall. Këta duhet pinë llall 3 herë në ditë me pak krip edhe me çik akull. Këto që thonë të prishet abdesi kur del zbuluar jashtë, thuj ka thonë hoxha, llall me pak krip, me akull sa është vap, ta pinë 3 herë në ditë, inshallah ju vin mend. Ne e dim që zbulesa është e ndaluar, mungesa e hijabit është haram, okej, po jo se prishet abdesi. Para disa kohësh fejuan motrën dhe nga ana e dhëndrit vendosën të bënin hyrjen me një pirje kafesh dhe e lanë për ditë shtunën, pas e kthyen sepse ishte smuar jati atij çunit. Dhe erdhën të dielën dhe vendosëm që dielën të vemi dhe ne. Mirë po na ka ndodhur një fatkeqësi dhe po na thonë që të kthehen mos shkoni sepse është gjuna. Frikë kemi se mos i ndodh ndonjë gjë motrës për arsye se thonë që po ju kthye dita e fejetës dhe jetë si ters. Larg budallëve, s'ka lidhje fare kjo me fenë e Zotit. Jam e martuar, kam 3 fëmijë, mirë po burri luan mbi xhoz dhe e lën gjithë rrogën mbi xhoz. Unë vetëm se hyn dita ditës borxh dhe jam shumë e stresuar. Shumë e stresuar dhe s'di si të veproj. Mos vall burri im ka nevojë për rukje. Burri jot ka nevojë për ta burgos, për ta çu. Për ta çuke veni atje të pastroj banjot e burgut. E rëndësishme, nëse situata është e tillë, siç thua ti, atëherë ke të drejtë që ti
ta ngresh problemin tek prindrit e tu, tek vllai jot, ta marrin të njëri, ta vënë përpara përgjegjësisë, mos të lejoj që ai të përdori rrogën, ta obligojnë me gjyq që të dorëzoj rrogën, etj. Për ndryshe, o duro, ose ke drejt të divorcohesh prej tij. Nëse nuk duron dot, lejohet divorci. Kur jam martuar me burrin tim, ai falej rregullisht mirë, po tani u bë 2 vite që nuk falet më. Shkon vetëm për të premteve në xhami. Nuk e di se çfarë ka ndodhur me të. I them hajde falemi bashkë, por nuk pranon. Ti e ke për detyrë ta këshillosh, çfarë të bësh? Këshilloje. Këshilloje her mas here, ose edhe mos i fol. Çfarë ti flasësh? Ai ka qenë njëri me namaz. Këshilloje her mas here që të kthehet tek namazi etj. Allahu lehtësoft. Po edhe mund të përdorsh kartë presioni. Gjo, po s'u fale, unë do të ndahem. Si presion. Jo që ta bësh me gjithmen, po ti thush si kartë presioni. Që nëse ti si kthehesh 5 vakteve, unë do të ndahem. A është e vërtetë që rozmarina largon shpirtrat e këqij? Rozmarina largon budallëjt, jo shpirtrat e këqij. Ato që s'kan mend i largon. A lejohet emri Rubina për vajzat? Lejohet. Rubin për çunat, Rubina për gocat. Është gur i çmuar, si më thënë. Unë dhe bashkëshorti duam të durojmë për të ndihmuar dikë që nuk ka mundësi ose për ndonjë vepër të mirë. Ne jetojmë në Londër. Në Londër atje lidhuni me vëllezërit, atje ka xhami shqiptarësh atje. Luton në Frisbury Park. Ka edhe në vende të tjera, ka. Mund të orientoheni ose shkruani në inbox se t'u japin ne inshallah ato kontaktet. Unë dhe bashkëshorti duam ndërtojmë një shtëpi në vendlindjen tonë, sepse kur ikim në Kosovë, për pushime gjithmonë duhet marrim hotele apo banesa me qera. Shumë mirë lejohet, nuk ka asnjë problemi. Mirë, po ne kemi vetëm gjysmën e parave dhe zgjidhja vetëm është kredia. Me që keni gjysmën e parave, boni gjysmën. Pastaj kur boni gjysmën tjetër të parave, boni gjysmën tjetër. Bashkëshortja ime agjon 3 muaj dhe familjarët e saj thonë përsa agjon 3 muaj rjesht. Nuk është e shkruar askund që të agjosh 3 muaj. Mjafton të hënë dhe të njëjtën. Me sa duket agjon muajt e shenjtë, pra Dhulkadën, Dhulhixhen edhe Muharremin. Ka së dhe problemi fetarisht. Nuk ka së dhe problemi fetarisht. Kemi dëgjuar pyetje përgjigje të datës 31/12. Dhe ke thënë që suneti i kindis dhe t'jacis nuk e kanë argumentin. Suneti i kindis e ka argumentin, ndërsa suneti i jacis e ka të dobët. Suneti i jacis e ka argumentin e dobët. Kam dëgjuar që nëse të dalin prindrit në ëndër, duhet çosh një copë bukë tek varri dhe s'të dalin më. Pse mos dalin më shumë? Më mirë dalin sa mos dalin. Pastaj kjo çoj copë bukë tek varri,
prall. Nëse mbas pastrimit femrës i vazhdojnë edhe disa sekrecione fije të holla dhe kjo mund zgjasi për një kohë, quhet e pastër femra, nuk ka lidhje. Vetëm në kohën e ciklit konsiderohet e papastër, kurse këto gjërat që janë përpara apo mbrapa nuk ka lidhje fare. Jemi në një lidhje me një djalë, mirë po mamaja nuk pranon që të lidhemi me të. Nuk kam baba, kam vlla. Atëherë vendos ti edhe vlla jot. Mami si të doj, s'ka problem. Mami imi ishte e smur me diabet dhe nusja nuk ja bënte insulinën, derisa ju dëmtuan gjitha organet dhe vdiq. Nëse kjo vërtetohet dhe të ketë gjykim me sheriat, konsiderohet nusja në këtë rast vrasëse. Në qoftë se vërtetohet që s'ja ka bërë qëllimisht, është e vërtetë që nëse nuk bëhet insulina, fillojnë organet dëmtohen, fillim dhe prishen dhe Zot na ruaj. Ka edhe kështu njerëzish në botë. Çorapet e fëmis me i çun xhami ditën e xhuma që fëmia të eci. Nga i keni gjetë më ramon, na tregoni burimin e këtyne perlave, nga i gjeni më. Të vjellat a e prishin abdesin? Jo. S'ka lidhje fare me abdesin. A na prishet abdesin nëse shtypi një puçër? Jo. Nuk prishet. A është e vërtet se burrat duhet ta falin xhuman kur janë udhëtar? Ka dy mendime. Një mendim që thot po duhet ta falin, dhe një mendim që thot është mirë ta falin, por nuk janë të obliguar. Kemi papagaj në shtëpi. Na thojnë se mallkojnë larg budallëve. A është e vërtetë që kur lind fëmia i dytë dhe fëmia i parë nuk duhet ta shikoj të gjithin, po t'i shohë këmbët përpara? Sa e rëndë më vlla ishte kjo për Zotin. Shumë e rëndë. Jo më vlla, nuk është e vërtetë. Një nuk është e vërtetë. Kam një djalë 1 vjeç dhe emrin ja kemi vendosur Amr. Mirë po këto të fisit tonë ç'është ky emër me 3 shkronja. Lall, me pak krip, me akull, i po këtyne të fisit 3 herë në ditë. Thu ka thonë hoxha, ju që jeni të pakënaqur me këtë emër, lall me pak krip edhe me shumë akull. A do të dënohet besimtari në botën tjetër për një gjuna të madh, për një gabim, pra gjuna të madh që e ka bërë, edhe pse është penduar? Jo. Pendimi e fshin. Jo vetëm që e fshin, po e kthen në shpërblim. Kam dëgjuar nëse i fal farzet nuk takon të falësh nafile namaz pa plotësuar namazin me sunetet. S'ka lidhje fare. Nëse marrim kredi për shëndetin e fëmijës, a lejohet? Se s'kemi pas zgjidhje tjetër, lejohet, nuk ka asnjë problem. Por njeriu s'ka zgjidhje, lejohet.
Jetojnë në Gjermani dhe mendojmë të hapim një kompanisë logjistike si Amazon, DHL etj. Mirë po aty në shpërndarje tek 10% të gjërave që shpërndahen mund të jenë dhe alkool. Ne do të jemi 3 persona, 2 musliman, praktikant dhe 1 jo. Dhe menduam që ta ndajmë 30-30 ne të 2 dhe 40 ortaku ynë, që nuk është musliman. Dhe ky të merret me shpërndarjen e alkoolit, nuk lejohet. Kjo lloj artakërie nuk lejohet. A ka ndalesë për konsumimin e panetoneve, sa i takon simbolistikës fetare apo përbërjes? Unë nuk di që të ketë ndonjë problem. Unë nuk e di që të ketë ndonjë problem, vetëm nëse është simbolistik e asaj kohe kur përdoret, kështu që në kohë të tjera s'ka asnjë problemi. Te shtëpia e gjyshit kemi gjetur vezë thot në çdo cep të shtëpisë dhe në mes shtëpisë ishte bërë formë trekëndshi. Gjyshi i mori të gjitha dhe i dogji. Mirë ka bërë gjyshi, elhamdullah, Zoti e shpërbleft. Një shoqja ime e cila ka qenë e divorcuar, i ka rritur fëmijët, i ka martuar, dhe tani i ka ardhur një propozim nga një burr i cili është i re. A ka problem? S'ka asnjë problem. Çfarë problemi ka? Nëse është tamam, nëse është në rregull, s'ka asnjë problem. Ka ardhur një pyetje për këtë. Astaghfirullah thot, për shtimin e pasurisë tuaj mbi 10.000 herë dhe do të shofësh. Larg manipulatorëve, këta janë manipulatorë. Po, thuj, shtoj istighfarin, okay, po jo 10.000 edhe do të shpërthej turbina. Familjarët e burrit me vjedhin, sa të dalë për shtëpisë, më shfrytëzojnë rastin dhe na vjedhin tek shtëpia jonë. Vendos kamera dhe nxirri tek jeta është qef. Edhe jo vin mend. E kam zënë namazin një rekat pa hy koha e namazit tjetër. Quhet se e ke zënë namazin kohë. E kemi babajnë thot në gradë të fundit, a ti tregojmë? Sepse ai nuk fal namaz dhe kemi frikë se po na ikën nga kjo botë pa namaz. Unë mendoj se duhet ta udhëzoni babajnë që të filloj namazin, mos të ikën nga kjo botë pa namaz. Kunata ka gjetur një qese me gjilpëra në çantë. Magji, për një tretësirë, këti knohet Kur'an, të futen mrena dhe t'i djegi.
Nëse nuk themi thot bismillah gjatë abdesit, pra kur fillojmë abdesin, a quhet abdesi? Quhet, po mos bërja bismillah është gabim. Nëna ime agjeronte dhe ka ndruar jetë për ditë të premte dhe e shoh shumë shpesh në ëndër. Elhamdulillah. Zoti e falë dhe më mëshiroft. Se në pyetje pak gjata. Djali nuk flet dhe vajtëm tek një hoxh i cili na këndoi sure nga Kurani dhe na kërkoi të sillim vaj ulliri dhe ujë dhe i shtoi një lloj pluhuri bimor, cili na këshilloi ta pim. Për vajin e ullirit na këshilloi që ta lyjmë djalin tek pjesa e gojës dhe e mjekrës. Dhe më tha që djali ka shenja autizmi. Po për merak t'ja bëja këto gjëra. Po ky që toka ka shenja autizmi, ky duhet të jetë edhe shkencëtar, duhet të jetë një doktor, hoxha dhe doktor. Se thosh për një fëmijë që ka shenja autizmi, duhet të jesh specialist. Kështu që thuj këtij hoxhës t'i fusi një tas llall me pak krip edhe me akull. Ç'na ka gjetur me këta njerëz? Është ta zënë lart e poshtë në muaj të dytë, por ajo donte ta kalonte vetëm, nuk donte thoshte, dhe me dashje pa dashje thash unë mamas së vajzës për siguri shumë që të ishte ndjeni, sepse nusja po rrit tek mamaja tani në lidhje me punë. Dhe mamas time për gëzim. Por në premtim që mos flasim me teja, ajo më ngabim që i gëzova prindrit me këtë lajm të madh, shumë mirë ke bën. Sa është kjo pra ideja që mos njofto, mos ta di njëri. Ai sekret. A është gjithënia 2 vjet obligim? Kush e kërkoi? A është gjithënia 2 vjet obligim? Jo, nuk është gjithënia 2 vjet obligim. Nuk është obligim. Mund thuhet që preferohet, po obligim nuk është. Pra nëse prindrit e shohin dashur që ta ndërpresin, mund ta ndërpresin, nuk ka asnjë problemi.
duam të bëjmë një surprizë shokut ton i cili ka ditëlindjen. A lejohet? Ne muslimanët nuk i festojmë. A është lejueshme dhe e preferuar që të qetet koka vajzës pas lindjes? Ka dy mendime për këtë çështje. Dikush thotë njësoj si djalit, dikush thotë jo. Po i llogaritet. Dhe për sa i përket kurbanit të akikas, a mund ta konsumohet edhe familja apo do të shpërndar për të varfrit? Jo, mund ta konsumohet edhe familja, s'ka lidhje. Nga që se kemi fshirë pyetjet e kaluara dhe na bëri çik lëmsh. Do të më pastru këtë grupin e pyetjeve. Dejjali a posedon vetë dije dhe nëse posedon, a e djej përfundimin e tij sipas asaj që do t'i ndodhi? Ke parasysh, kemi probleme me sabahun njerë, me namaz sabahut në kohë. Kemi probleme me namazin në xhami, me xhamat, kemi probleme me shumë gjëra të tjera. Dejjali është historinë vete dhe ai është i vetëdijshëm. Si çdo magjistar që është i vetëdijshëm. Tani këto bën llogari për shkak të po si ka mundësi që Dejjali e di që do të përfundojnë në xhenem dhe vazhdon. Ke parasysh kur je pa punë, nuk mëson faqe Kurani përmendesh për shembull dhe merresh me Dejjalin. Ndërkohë që ti harxhon gjithë këtë energji për Dejjalin, a e di Dejjali si do të përfundojë dhe si ka mundësi që vazhdon Dejjali kështu ndërkohë që ai di si do të përfundojë? Kishe mësu 3 faqe Kurani. Dhe i Zotin, alhamdulillah. Në lidhje me zakatin e arit që zotërojnë femrat, ka 2 mendime. Më saktë është që duhet dhënë zakati. Kam dëgjuar që ekziston 70 sekte, cili është më i saktë dhe ku jemi ne? Në Islam ka ehli sunneti wal xhamaa, rruga e sunetit të gjithë bashkë, pra të gjithë bashkë në rrugën e traditës së profetit alayhi salatu wassalam. Këto rri e mos u merr me sekte, as me deviacione, as me dreq, as me shejtan. Rri këtu. A lejo të shkojmë tek një mjek natyror për shkaqe shëndetësore, se na kanë sugjeruar mjekun natyror. S'ka pas për qëllim mjekun popullor, se mjek natyror hera parë që ngjoj. Po varet se si vepron ky popullori apo natyrori. Nëse ecën tamam, nëse është pa probleme lejohet. Nëse është me formula e me muhabet e tjera s'lejohet. Kam gocën që ka probleme me burrin. Jo kjo vetë për burri i saj, për shkak se bashkën mirë, për kjo gjë po ju sos durimin. Çfarë thot? Kam gocën që ka ca probleme me burrin. Jo kjo vetë, po burri i saj. Se bashkën mirë, po kjo gjë po ju sos durimin. Po ju sos durimin se shkën mirë, po mirë të zihen nga herë ngrushta me njëri tjetrin. Nuk e kuptoj pyetjen. Pozita e faljes
për meshkujt dhe për burra, për meshkujt dhe për gratë, për meshkujt dhe për femrat, për burrat dhe për gratë, a është njësoj për sa i përket brylave dhe këmbëve në sejdë? Nuk lejohet që as gratë të i bashkojnë brylat në tokë, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që me net në sejdë me bryla ngjitur me tokën, sepse kjo përngjason me qenin. Kështu që kjo nuk vlen vetëm për burrat, po vlen edhe për gratë. Nëse një person i fryn foshnjës për mësysh nga celulari, a ka efekt? Se di për zotin, po më duket sikur s'ka lidhje. Pra, ky merr celularin edhe i kënon nga celulari fëmis tjetrit. Edhe kur vjen momenti për të i fry celularit, keni pa ju atë që i fry, atë që apo keni pa atë tipin, atë që i fry gjithë, i fry sallës. E ke pa? Është njoni, me flokë gjata, kap mikrofonin kështu, salla është full, e ki ato gjithë. Edhe ky tipi me i kënu thot nga celulari edhe me i fry celulari. A i fëmija. Ej, zoti, madhe, alhamdulillah. Unë besoj shumë të Allahu, por akoma nuk fal namaz. Po mirë, alhamdulillah, hapin e pare pas ke hedhti, që besoke shumë. Tani, inshallah taala, e vërteton këtë besim duke falur namazin. A mund ta vendos një sure nga Kurani në televizor dhe nga aty të lexoj? Po, s'ka asnjë problem. Falem 5 vaktet, jetoj me burrin dhe me fëmijët e mi, mirë po, kunetrit më akuzojnë se bëj magji, sehir. Thua ju kam lënë Zotin. Thua ju kam lënë Zotin, ju kam lënë Allahun. A keni ndonjë mendim ose sugjerim për njerëzit që flasin gjumë? Të bëjnë dhikrin para gjumit dhe thonë 100 herë La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me shpresën e Zotit nuk ka për të përsërit më, inshallah. Kam gjetë një qese me shejk para derës së shtëpisë. Po ndoshta ka pru dikush dhurat. Nëna ime ka fëmijë që i kanë vdekur, ato takohen në atë botë? Po, inshallah. Nëse është nona besimtare, po, inshallah, me shpresë Zotit, po. Kam një provim shumë të rëndësishëm pas nesër dhe doja të pyesja, a ka ndonjë sure që të ndihmon? Namazi sabaut me xhamat, namazi natës. Duaja e lehtësimit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-huzna idha shi'ta sahla. Fatihan, Felekun, Nasin. Ka bajt? Burri im ka bërë berrënshëm në Kur'an, a ka gjuna? Po vallai shumë gjuna ka, Zoti na ruaj. Shpreh mëkateve të mëdha, Zoti na ruaj. A mund të japim zekat për ndërtimin e xhamisë në lagjën tonë?
Nëse nuk kanë ata mundësi tjetër, nuk kanë, lejohet, nuk ka asnjë problem. Kam pas marrë dhe nga varri babait tim dhe kam ruajtur, kam bërë gabim. Dhe a duhet ta kthej prapë tek varri? Jo, hidhet, thjesht hidhet, asnjë gjë. Mirë, inshallah, mjaftohemi me kaq.